Gjithashtu nga ato që i fal gjunat, xhamalit nderuar, është të shpeshtuarit e fjalës astaghfirullah, sikur që kemi thënë edhe në raste të tjera. Është përmend nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se në një mexhlis, në një ndaj kanë arrit ja numrojnë deri mbi 100 herë duke thonë astaghfirullah. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atij që Allah ja ka fal mëkatet, atij që Allah ja ka garantuar xhenetin, ky njeri me një ndaj vetëm ka arrit që kush ka nejt afër tij t'ja numron, që me një ndaj ka thënë më tepër se 100 herë astaghfirullah, astaghfirullah. Madje edhe Nuhi alayhi salam e porosiste popullin e tij duke thënë istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kërkoni falje nga Zoti juaj, nga sa ai është që fal shumë. Nëse kërkojmë istighfar, jo vetëm që Allahu na fal, po Allahu ka garantuar duke thënë yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kështu Allahu tha në surën Nuhi alayhis salam i tha popullit vet, kërkoni falje tek Allahu. Ka do që të silleni kërkoni falje tek Allahu azza xal, nga se nëse kërkoni falje, jo vetëm që Allahu do t'ju falë, po do t'u ashton pasunin, do t'ju bekon pasunin, do t'ju ushton evladet, do t'ju ushton të mirat në këtë botë si pasojë e istighfarit. Dhe për fund dua të them këtë fjalë të mrekullueshme që e ka thënë Hasan al-Basri rahimullah në lidhje me istighfarin. Hasan al-Basri u tha kështu: o ju musliman, istaghfiru rabbakum, kërkoni falje nga Zoti i juaj, thuni astaghfirullah fi buyutikum, në shtëpijet e juaja, wa fi a'malikum, edhe në vendet e punës së juaj, wa fi aswaqikum, edhe në vendet e tregjive të juaj, kur dini me blerë dhe me shit, kudo që t'jeni, thuni astaghfirullah. Pse thu vallë kaq shpesh theni astaghfirullah? Tha Hasan al-Basriu, nga se nuk e dini ju kur zbret falja Allahut. Allahu xhallahu ala ndodh që paradite ka vendos kushtet e astaghfirullah, Allahu më ia fal. Le gjen atëherë Allahu duke e kërkuar pra. Ndodh që Allahu mas xumas ka vendos të gjithë dhe më ia fal. E pra le gjen mas xumas duke thonë astaghfirullah. Le gjen Allahu në çdo moment duke thonë ti astaghfirullah, ndoshta e godet momentin kur e derdh Allahu rahmetin dhe falën e tij, edhe të falet nga se ti po e kërkon. Nëse Allahu ta fal, atëherë me të vërtetë ti ke fituar. Atëherë me të vërtetë ke arrit maksimumin e mundshëm të suksesit në jetën e kësaj bote, nga se nuk ka asgjë më të madhe, asgjë më të mirë sa Allahu më ta fal. Andaj lutim Allahun e madhuar që të na fal mëkatet tona, të na mbulon marrët tona dhe turpet tona. E lutem Allahun e madhuar që të na mundson të dalim para tij faqe bardhë, me fletore të bardha, duke i shlyer mëkatet tona dhe duke i shndërruar ato në vepra të mira, që kështu Allahu të na shpërblen dhe para këtij shpërblimi në jetën e kësaj bote të na mundson Allahu gjithësisht të jetojmë me gëzim, me lumturi, me bashkim mes vete, duke ndërtuar këtë botë me nështrim dhe Allahut, e ju duke e prishme mëkate, nga se nështrimin dhe Allahut e ndërton këtë botë, ndërsa mëkati e rënon.